Mimoza Shkodra është një këngëtare shumë e njohur në arenën muzikore shqiptare. E dalluar për vokalin e saj të veçantë dhe prezencën në skenë që tërheq gjithmonë vëmendje. E lindur dhe rritur në Zvicër, Mimoza ka ndërtuar prej vitesh një karrierë të suksesshme duke kombinuar muzikën popullore me atë moderne, duke sjell hite të shumta që janë pritur mirë nga publiku. Disa nga këngët më të njohura përfshin Ndarja, Burrat nuk janë si ti, Pare në bashkëpunim me Seldi Çalliun dhe projekte të tjera të suksesshme çdo vit. Wikipedia 2. Krahas aftësive muzikore, Mimoza mbahet mend edhe për stilin e saj të veçantë dhe për paraqitjet që hapin debate në rrjetet sociale dhe media. Së fundmi, ajo ka tërhequr vëmendje të madhe me një sër fotografish të publikuara në profilin e saj, ku shfaqet më moderne dhe me një imazh të ri, duke eksperimentuar me veshjen, ngjyrat dhe stilin. Këto postime janë pritur me reagime të ndryshme. Shumë ndjekës dhe fansa e kanë komplimentuar për vetbesimin, guximin dhe bukurinë, duke e konsideruar një shembull të mirë të një artisti që nuk heziton të eksperimentojë të ndryshojë imazhin publik. Index Online 2. Mimoza Shkodra mbetet një prej figurave më të dashura jo vetëm për zërin dhe muzikën, por edhe për mënyrën se si arrin të qëndrojë gjithmonë aktuale, me një paraqitje energjike, moderne dhe shpesh të diskutuar në publik. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.